Në prani të autoriteteve më të larta të Kishës Katolike të Shqipërisë, në ish-kampin e internimit të kundërshtarëve të regjimit komunist të Tepelen, u mbajt një mesh për shpirtjeje. Ky kamp është cilësuar edhe si Auschwitz-i shqiptar, meshën përkujtimore, e dritoi i Peshkvi i Sapës, i Zot Simon Kulli, një prej meshtarëve të shuguruar 25 vjet më parë me ringritjen e Kishës Katolike shqiptare. Ishte, si të themi, Auschwitz-i shqiptar dhe në perspektivën e mosharresit kujtimit, si domosdoshmëri shoqërore dhe kombëtare, Kisha Katolike u mlodh në këtë vend sot në këtë ditë veçantë kalendarin e saj që kushtohet shëtitnimit meshtarëve, pikërisht për të kujtuar të gjitha ato viktimat, të gjitha ato që vujten, që u vranë, por edhe që qëndruan të palkunun në mbrojtje të dinjitetit dhe të lirisë njerëzore. Sigurisht prania e marrë Kishës, personin e meshtarëve të TPZ sot në Tepelen është shumë e domosdoshme, ose më saktë, është shumë domethënëse pikërisht për të na kujtuar rezistencën, qëndrimin e gjithë atyre që luftuan për liri dhe jetuan për liri, gjithashtu edhe domosdoshmërinë e mosharrimit dhe një kujtesë të shnosht shoqërore. Tashmë është publikuar projekti i ngritjes në mjediset e kampit të një muzeu në përkujtim të atyre që vuajtën apo humbën jetën si kundërshtar të diktaturës komuniste.